Në epokën digjitale, ku pothuajse çdo veprim i ynë online regjistrohet dhe analizohet, privatësia është bërë një çështje tepër e rëndësishme. Kur dëgjojmë për shfletimin inkognito, shumë prej nesh mendojnë se kjo mënyrë shfletimi është një lloj velloje magjike që i fshet të gjitha gjurmët tona në internet. Por, në të vërtetë, a funksionon? Çfarë mund të bëjë dhe çfarë nuk mund të bëjë modaliteti inkognito? Kur aktivizoni modalitetin inkognito në shfletuesin tuaj, shfletuesi ndalon së ruajturi historikun e faqeve që keni vizituar, cookit dhe informacionin që fusni në formular. Kjo do të thotë se askush tjetër që përdor të njëjtën pajisje nuk do mund të shohë ku keni hyrë. Në jetë kjo është shumë praktike. Imagjinoni që po blini një dhuratë surprizë për dikë që përdor të njëjtin kompjuter, ose doni të hyni me një llogari tjetër në një faqe interneti pa pasur nevojë të dilni nga llogaria kryesore. Por çfarë nuk bën shfletimi inkognito? Megjithëse modaliteti inkognito ju ndihmon të mos lini gjurmë në pajisjen tuaj personale, ai nuk është një mjet magjik për fshehjen e aktivitetit tuaj online nga të gjithë të tjerët. Ofruesit e internetit, rrjetet që përdorni dhe faqet që vizitoni mund të shohin ende adresën tuaj IP dhe aktivitetin që bëni. Pra nëse mendoni se duke përdorur inkognito jeni të padukshëm për shefat, kjo nuk është e vërtetë. Gjithashtu, modaliteti inkognito nuk ju mbron nga viruset, malware apo sulmet phishing dhe nuk i pengon faqet të mbledhin të dhëna nëse jeni të kyçur në llogari Google apo Facebook. Në realitet, shfletimi inkognito është më shumë një mënyrë për të mbajtur privatësinë në pajisjen që përdorni. Ai ju ndihmon që historiku i shfletimit, fjalkalimet apo kërkimet të mos ruhen në kompjuterin tuaj, dhe kjo është shumë e dobishme në situata ku ndajnë të njëjtën pajisje disa njerëz. Megjithatë, duhet të jemi të qartë se kjo nuk është një mënyrë për të mbrojtur nga monitorimi apo gjurmimi në nivel më të thellë. Nëse dëshironi një mbrojtje më të fortë të privatësisë, duhet të përdorni mjete të tjera si VPN që fshehin adresën tuaj IP, duke e ridrejtuar trafikun përmes serverave të ndryshëm. Një tjetër alternativë është përdorimi i shfletuesve si Tor, i cili e bën më të vështirë ndjekjen e aktivitetit tuaj online, duke shpërndar trafikun në përnyje të shumta. Megjithatë, asnjë prej këtyre nuk garanton anonimitet të plotë. Ndaj, duhet jeni gjithmonë të kujdesshëm dhe të informuar. Ka organizata si Electronic Frontier Foundation që ofrojnë udhëzime të dobishme për mbrojtjen e privatësisë në internet. Shfletimi inkognito është një mjet i dobishëm për të mbajtur historikun e shfletimit larg syve të njerëzve të tjerë që përdorin pajisjen tuaj, por nuk është një mënyrë për të shehur aktivitetin tuaj nga të gjithë. Privatësia e vërtet kërkon pak më shumë përpjekje, njohuri dhe përdorimin e mjeteve të duhura.